është vendimi ati. Kjo shpresa që do zgjidhë? Shpresa në këtë vend nuk ka vdekur. Tani kryeministri thot, hajde investoni në agroturizme. Ne kemi prora, do investojmë në agroturizme. Po si do investojmë ne? Futet turisti në Llamarin, në Vryme, nuk futet. Tani kryeministri Belinda Balluku ka ndaluar këtu, ka thënë këtyre firmës, vazhdoni projektin, bëheni këtë Llamarinën siç është. Do me thënë, Belinda që nga pronare e Shqipërisë. Janë të vendosur. Janë të vendosur. Do me thënë ne, si banor fshati nuk nga marri fare parazush. Tani të bllokosh një fshat të gjithë kaninën ta bësh burg, të burgës, do me thënë rreth e rrotull, po këtë kanina se do të kjo pika, 5 pika. Do me thënë rrëshoja, ministria duhet vi këtu që të komunikojë me ne, se këto projekte, problemi i Shqipërisë është këtu, që projektet bëhen në zyra, nuk bëhen në terren. Duhet vjen bën terren, të shikojë terrenin, ku dëmtojnë banorët, ku dëmtojnë, ne edhe ne jemi kundra projekteve të mëdha, kundra zhvillimit jemi dhe ne. Nuk jemi kundra bypassit. Pro bypassit, ama po na shkruaj dhe ne. Jo të na çosh kaninën në burg. Kjo quhet burg. Hajde tani të burgosim një fshat të gjithë aty, se çdo fshat qoftë, po kanina është një fshat me histori që ka vepra. Është një kaninë shumë e madhe e burrave të mëdhenj. Dhe nuk mund të ngrihet një kryeminist, një ministra Belinda Balluku, thotë unë jam pronar e këtij vendi. Pronar të këtij vendi jemi ne, janë baballarët tanë, janë gjyshlarët tanë. Dhe për këto troje këtu kemi të dhënë gjak ne. Belinda na e ka origjinën, andej vetë e gjakë dhe të jap kompetenca. Po këtu jemi ne. Nëse këta do të vazhdojnë kështu, ne do vazhdojmë, s'kemi çfarë bëjmë. Ose ndryshe neve të rinjve që na thuhet hajde ne investoni këtu. Siç unë kam qenë pa kohë dhe kam ardhur prapë, kam ardhur me mendimin për të investuar këtu dhe nuk më lejohet të investoj. Atëherë do ikim prapë. Ja kjo është, do me thënë na kanë vjedhur shpresën. Nëse një popull i vjedh shpresën, nuk ka më çfarë të bëjmë ne këtu. Nuk ka më kanina, nëse ti ke bërë këto mure këtu. Nëse ti ke bërë këto mure këtu, nuk ka më kanina të futet në ujë, në toka ti zhvilloj. Ne çfarë do të jetë, do të bëjmë gjumin.